E kështu kemi mbretur tek sporti, është përzgjedhësi i kombëtarës së Kosovës Franco Foda, i cili është prioritet optimist para ndeshjes për kualifikim në botror kundër Slovakisë, e vlerësoi se dardanët janë në top form. Fjalët e tij reflektojnë optimizëm. Franco Foda vendosi të thotë fjalë të mëdha për futbollistët e tij para ndeshjes së rëndësishme ndaj Slovakisë. Nuk ndjejmë asnjë shqetësim, futbollistët janë në top form. Kemi treguar se dim të fitojmë edhe jashtë shtëpisë tonë. Kërkojmë që finalen për botror ta luajmë në shtëpi. Kosova përballet me mungesa të rëndësishme të lojtarëve, por strategu austriak sërish vendosi të jetë optimist. E vërtet që na mungojnë kapiteni Rahmani dhe Abdullahu, por ne kemi futbollist për t'i zëvendësuar ata. Edhe më herët kemi pasur të lashe të tilla, por ata që kanë zbritur në fushë, gjithnjë kanë treguar se e meritojnë ta veshin këtë fanel. Në konferencën para gazetarëve në ditën e grumbullimit të dardanëve, Foda e zgjodhi modestin kur u pyet se a është i vetëdijshëm se ai do të jetë heroi i kosovarëve në rast se arrin ta kualifikojë Kosovën në kampionatin botror. Nuk ka rëndësi se çfarë vlerësimi do të më jepej mua. Rëndësi ka që ekipi të fitojë. Prej se jam këtu ekipi vazhdimisht të zhvilluar. Jemi euforik, por duhet ta mbajmë kokën e qetë për të arritur qëllimet. 25 futbollistët e ftuar në ndeshjen e rëndësishme të muajit mars të hënën nisën punën për përgatitjen sa më të mirë të duelit Slovaki-Kosovë që zhvillohet më 26 mars në Bratislav. Ky takim i përket fazës play-off në kualifikimet për botror. Në rast se dardanët eliminojnë Slovakinë, atëherë presin fituesin e duelit Turqi-Rumani për një bilet në SBA, Kanada e Meksik. Kaq për këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, përpara se të ndahemi, ju rikujtoj edhe një herë dy nga titujt e këtij edicioni.